Del në shitje trëndafili me emrin e princeshës Kate Middleton. Emri i Catherine Middleton, princeshës Walesit, i është vendosur një trëndafili. Shoqata mbretërore e hortikulturës ka nxjerrë në shitje trëndafilin Catherine për të rritur ndërgjegjësimin mbi faktin se të kaluarit kohë në natyrë ndihmon mirëqenien mendore, fizike dhe shpirtërore. Trëndafili Katerinës ka petale delikate roz korali, të cilat prodhohen me bollëk dhe kanë një aromë të pasur me nuanca llokumi dhe mangoje. Trëndafili mund të porositet paraprakisht ose si rënje zhveshur për 29.99 pound ose mbjell në vazo për 34.99 pound. Të ardhurat nga çdo shitje do të shkojnë tek Cancer Charity. Vitin e kaluar princesha u drejtua ndaj kancerit në këtë spital.